Vala të nxehtë që ka përfshirë vendin, po shoqërohet me rreziqe të shtuara për shëndetin, sidomos për ata që vuajnë nga sëmundjet e zemrës. Kardiologu Dr. Luan Pazhari ka folur për pacientët të cilët kanë probleme kardiovaskulare dhe janë më të rrezikuar nga temperaturat e larta. Pacientët me probleme kardiovaskulare, në grupin e pacientëve të cilët kanë më rrezikshmëri më të lartë janë ata të cilët kanë dhimbje anginoze, të thotë dhimbje gjoksi, të cilat në raste të tilla i përkeqësohet gjendja sepse ka një disbalans mes nevojës të organizmit për furnizim me oksigjen, të thotë edhe mundësisë prej asaj që e jep zemra si furnitor i organizmit me gjak. E dyta është pacientët të cilët kanë probleme me pamëftueshmëri të zemrës. Ata pacientë për shkak të temperaturave të larta kemi ulje të lëngjeve, të cilat në këtë rast provokojnë disbalans elektrolitik, do të thotë disa prej faktorëve elektrolitik më të rëndësishëm, ku në këtë rast posaçërisht përmendim kaliumin, mund të provokojë probleme të cilat shoqërohen me çrregullime të ritmit të zemrës. E si të përballohen sa më lehtë ditët me temperatura të larta nga personat me sëmundje të zemrës, doktori jep disa këshilla. Pacientët të kuptojnë që nëse ata i nënshtrohen ose i ekspozohen diellit temperaturave të larta, ti përmbahen, do thonë pirjes së lëngjeve në sasi sa më të madhe, të shmangin aktiviteteve në to kohra, do të thotë prej orës 11 deri në orën 5, që të qëndrojnë në temperatura të cilat faktikisht janë të përballueshme për organizmin tonë, diku të 24-25 gradë Celsius, e jo të ato ka 40, sepse do të thotë patjetër që do të psojnë me probleme të cilat edhe më herët i përmendëm. Në fund, kardiologu Pazhari apeloi që për çdo simptom të shfaqur, pacientët të drejtohen menjëherë te profesionistët e fushës. Ai gjithashtu i mirëpret qytetarit për këshilla dhe vizita në spital gjatë orarit të paraditës nga ora 8 deri në orën 14.